por përpos asaj pjesës së bukur, madomendja që ka edhe vështirësitë e veta si çdo punë tjetër. Sa fëmijë ke gjithsej në grupe si ndahen dhe sa është ndonjëherë vështirë për t'i koordinuar? Fatkeqësisht, do ta them, punoj me një numër të madh të fëmijëve, do të thotë në grup kam 35 fëmijë, por ashtu siç e dim, pra komuna e Çajirit është e mbi ngarkuar me popullat dhe prindërit e kanë të domosdoshme që fëmijët e tyre t'i dërgojnë në kopsht. Mirëpo, fatmirësisht, ashtu si që e ceki kryetari i komunës në fushatën parazgjedhore, premtoi që 2 kopshtet në Çajir do të rënohen dhe do të ndërtohen me kapacitet pak më të lartë, gjë që për neve është shumë mirë, se normalisht do të punojmë pra simbas standardeve dhe normalisht është edhe më lehtë edhe për neve, sepse do t'ju kushtohet vëmendje secilit fëmijë individualisht, sepse ne punojmë me fëmijët, normalisht që nuk mungon puna, mirë po ka vështirësitë janë më të mëdha nga që është numri i madh.